shikuar të mia, një tharse nga Temu me koka të ndryshme që e dim të gjithë me çan gjan. Edhe e kam kaq kohë te dhoma, nuk e kam provuar kur, edhe thash të hap kameran që të shohim vërtet po funksionon, edhe po bën punë, unë më duket do qaj. Por le të lëvizemi të shkojmë te pasqyra. Bara banjon time edhe flokët e mia e shikoni që nuk kanë asnjë formë sa i thava. Edhe tani është ora ta hapim këtë që këtu. Ka një dorashk që ta vesh në dorë që të mos digjesh. Edhe pastaj kemi 2 koka për kaçurela kryesoret. Kjo më duket është që ti dretosh. Kjo është koka e tharses normale. Edhe kjo e fundit është furçe. Këtu kemi edhe trupin e tharses. Edhe unë do filloj me kaçurela. Shumë kollaj vjet koka. Le të shohim çfarë punë do na bëj. Një herë ndajm flokët, edhe fillojmë me shtresën e parë. Ora e vërtetës. Nuk e besoj, e shikoni, sa bouncy është, sa kaçurele bukur është. Do të qaj, po do e mbaj veten, edhe do vazhdoj me gjithë flokët që të shohim rezultatin. Nuk e di po e shikoni këtë mrekullin këtu. Nuk e kam hapur akoma, po e shikoni këtë rezultatin. Kam t'ju them që me kodin tim mundeni të përfitoni këtë tharsen me 0 euro. Nuk e di, për mua ja super vlen ta provoni, për çmimin që ka domethënë falas, ja nuk kam fjalë.